Shikues të radio televizionit të UTA, u rikëthyem në studio, qëndrojmë në pjesën e dytë të këtij emisioni. Ne do të vijojmë tashmë ashtu siç edhe ju paralajmëruam me temën dhe të ftuarit për këtë mëngjes. Sot kemi kënaqësinë që të sjellim një bisedë frymëzuese me dy figura të veçanta nga bota e muzikës klasike, mësimdhënësen e violinës Aksa Nimanbegu dhe nxënësen e saj të talentuar Rona Kurti. Mirëmëngjesi dhe faleminderit që jeni sot me ne. Mirëmëngjesi dhe mirë se ju gjeta. Mirë se erdhët edhe njerë dhe Ronës i urojmë shumë suksese në këtë rrugtim të saj. Aksa, faleminderit edhe njerë që jeni me neve dhe i urojmë edhe njerë shumë suksese në punën që bëni. Më trego si e ke zbuluar talentin e saj që në fillim? Pikës pari përshëndes gjithë teleshikuesit të televizionit të UTA dhe ju faleminderoj për ftesën. Unë me Ronën punojmë që tash 4 vite. Dhe i kujtojmë aty në momenteve të parë kur erdhe u regjistruar në shkollë të muzikës, që orët e para, kur filluam të vendosim duart në violin, talenti i saj u pa. Mirë po, nuk e disha se Rona çfarë është me karakter, a do punoj, a nuk do punoj. Mirë po, punoj dhe arriti gjithë të suksese që arriti deri më tani. Bravo, e shohim Ronën që është një talent e mjaft e madhe dhe shohim në rrugën e saj që do të shkëlqej. Rona, si filloi dashuria për muzikën për ty, si e vrejte? Dashuria ime filloi që e vogël, këndosha këngë gjithmonë, nga fillimi deri në fund, shikosha në televizor instrumente të ndryshme, dhe kështu që më prindërit punë re që kisha vesh muzikë dhe u regjistrova në shkollë të muzikës. Si është ndjenja të marrësh pjesë në gara kaq të rëndësishme brenda dhe jashtë vendit, ashtu siç ke bërë edhe ti? Është një ndjenjë shumë e bukur, por që kam edhe pak emocione. Patjetër, ato kalojnë edhe kur punon dhe mëson diçka që të pëlqen. Aksa, si është puna me një nxënëse kaq të talentuar dhe të përkushtuar? Atëherë çdo proces në jetë i ka ato sfidat e veta. Kurse procesi i përgatitjes së nxënësit për gara është një proces i posaçëm. Si profesori, ashtu edhe nxënësi duhet të kemi shumë durim në këtë rrugë, duke marrë parasysh që është një rrugë, siç e thash, sfiduese, mirë po me durimin edhe me atë punën që e bëjmë, gjithmonë mundohemi që të arrijmë ato majet më të larta. Me punë gjithmonë arrihet, patjetër. Rona, cila gara po çmim ka qenë më domethënë si për ty dhe më i veçantë? Gara për mua me domethënie ka qenë gara republikane në Kollashin, që aty janë mbajtur vetëm çmimi i parë, i dytë dhe i tretë, dhe absolut. Kur mësuesja më tha që mora vendin absolut, unë u gëzova shumë, po ashtu që u zgjodha finalistët që të shkojnë në finalin në Serbi. Po le të ndalemi pak edhe tek finalja në Serbi. Më trego si e përjetove momentin kur dole si soliste në festivalin e Guarneri në Serbi. Sepse nuk është një gjë e vogël, të themi, E përjetova shumë bukur, sepse nuk e kam pritur dhe kur dole në skenë, aty ishte një moment magjik. Aksa, sa rëndësishme është pjesëmarrja e saj në një festival të tillë? Atëherë, festivali Guarneri Fest është mbajtur për herë të parë këtë vit në Maltezi, u mbajt në Kotor. Ai është një festival ndërkombëtar që u mbajt në 3 shtete, në Maltezi, në Bosnë, Hercegovinë dhe në Serbi. Prej çdo kategorie, do të thotë janë marrë ato që kanë fituar 99 edhe 100 pikë, do të thotë çmimin e parë dhe çmimin absolut. Rona doli fituese e kategorisë së saj me 99 pikë dhe fitoi ftesën që të shkojë në Serbi. Të them në një anë kam qenë shumë e lumtur për arritjet e saj, sepse mundi u pagua në fund dhe është një rezultat, një arritje shumë e madhe për një nxënëse, të themi 10 vjeçare, që të shkojnë në një shtet tjetër dhe të marrë pjesë si soliste në përcjellje të orkestrit të festivalit. Do të thotë është diçka që në vendet tona, siç e përshkruva edhe në gara kur ishim aty kur diskutova me profesorët, është një
ndjejnë shumë e veçantë që ne që vim prej shteteve të vogla, prej vendeve të vogla, do thotë nxënësit nuk kanë atë mundësi që të marrin pjesë shumë shpesh në orkestër. Mirë po ne si solista e dim se sa, do me thonë se isha edhe sa vullnet, sa motivim ne për rrugtimin më gjatë. Në të ardhmen, patjetër. Ashtu që Rona u kallëzua suksesshme, u kallëzua shumë e mirë. Gjithë kemi dalë të kënaqur, edhe më me rëndësi që ka dalë ja kënaqur edhe që ka kaluar mirë. Shumë e vërtetë. Sa është e vështirë edhe ndoshta mësimdhënës, nxënës të jetë ai bashkëpunimi gjatë një rrugtimi të tillë, sepse të gjitha këto duan një përkushtim dhe patjetër edhe marrëveshje. Normal. Sa i përket marrëdhënies mësimdhënës nxënës, jam një pedagoge që të them nuk jam shumë e rrept, mirë po kam qejf që disa norma të respektohen derisa jemi në klasë. Sa i përket marrëdhënies jashtë klase, jam shumë e haptur për diskutime të ndryshme, në lidhje me tema të ndryshme. I them gjithmonë puna, do thotë arritjet në një lami varen shumë edhe prej edukatës, edhe prej sjelljes. Do thotë edhe ajo gjë ndikon shumë. Ashtu që gjithmonë kam qejf si më thënë mi qenë aty edhe mi të kuptoheni njëri me tjetrin. Drejtu në rrugën e drejtë që duhet. Patjetër. Rona, sa kohë të duhet që të përgatitesh për gara të tilla dhe për pjesëmarrje të tilla? Me duhet rreth 6 muaj. Varet se çfarë pjesë më jep mësuesja. Të duhet ndoshta edhe përkushtim për të gjithë këtë përgatitje, has ndonjë vështirësi dhe si ja del? Ja dal duke ushtruar për çdo ditë. Si e ke pasur ti këtë përgatitjen gjersa të është dashur që të marrësh pjesë në këto gara? Je konsultuar ndoshta edhe në kohë të lirë kur nuk e qenë në klasë apo edhe në shkollë me mësimdhënësen tënde Aksën? Po. Si ka qenë ai moment jashtë shkollës? Ka qenë shumë i bukur. Sepse një Aksa na tregoi që të ka marrë edhe tek shtëpia saj për të ushtruar dhe për të dalë sa më mirë te atje ku të shkosh për të performuar. Ka qenë një moment i bukur apo jo? Po. Për shkaqe shëndetësore nuk kam qenë në shkollë një periudhë. Edhe e kisha vetëm atë momentin, janë të ju ofru garat, duhem diçka me bë, diçka duhem me marrë një, mirë po kisha pak edhe ma zor me dalë në shkollë, thëmë ati se Ronën në anë tjetër e keme edhe kajshi. I thëmë Rona, hajde se me t'i kjollë në shpia dhe fillom në ka dalë. Dhe suksesi më në fundu pa. Suksesi erdi. Mirë po, edhe përkushtimi i mësimdhënësit, edhe përkushtimi i nxënësit, par duhet na gjithsesi mas më janë shkaluar edhe përkushtimin e prindve, të cilëve edhe unë edhe Rona ja kena me bësh një faleminderit shumë të madhe që na kanë na kanë qenë mrapa, na kanë përkrah që prej fillimit. Për çkada që ka qenë nevoja, kanë qenë aty. Cili do të ishte ai mesazh për nxënësit që janë të talentuar dhe e shohin veten që kanë një talent në fushën e artit apo edhe të muzikës, por në një farë forme edhe hezitojnë që të arrijnë deri tek ai talent i tyre? Atëherë talenti për shumë njerëz bela edhe nuk e gjejnë me një herën. Për talent mu gjet duhet pa kohë derisa njeriu e gjen veten në cilën rrugë, në cilën drejtim me shku mirë, po sa ma parë që talenti gjihet, aq ma mirë. Sa i përket artit, ishtë një rrugtim që dënë shumë përkushtim, që ka shumë sfida, mirë po ishtë një rrugtim shumë i bukur, edhe shfrytëzoj rastin që t'i ftoj të gjithë që kanë dëshirë të vinë të regjistrohen në shkollë, të zbulojnë talentin e vetë, që regjistrime zgjasin deri me datën 5 qershor. Ju mirë presim gjithve edhe aty jemi për çdo gjë që mundemi me ju ndihmu. Patjetër. Rona, duhet të ndalem përsëri tek ti, sepse gjithmonë je suksesshme dhe punon në pjesën ty që të pëlqen. Më trego cilat kanë qenë ndoshta edhe ato vështirësi që ti ke hasur gjatë këtij rrugtimi që ti ju duke bërë. Vështirësi kam si ta mbaj violinën, si ta mbaj harkun, dhe më mundohem që mos të gaboj, të jem e sakt,
e tjerë. Ke pasur emocione ndoshta, dallojnë emocionet kur je në vendin tënd dhe para publikut tënd ulqinake dhe atje në vende tjera ku merr pjesë, si janë emocionet? Ka ndryshime? Po, Si ndihesh? Ndihesh më mirë në ulqin apo diku tjetër? diku tjetër. Po pse? Po, aty në Ulqin Ke më shumë emocione, Ma shumë ndoshta, emocione, ma shumë njerëz që sepse njeh. i njeh. Ne të urojmë shumë suksese dhe gjithmonë duam që të shohim kështu të suksesshme dhe me emër të bukur dhe gjithmonë pranë muzikës dhe violinës. Faleminderit. Aksa, faleminderit edhe njëherë që ishit pjesë e emisionit të mëngjesit dhe ju urojmë shumë suksese ty edhe nxënësve të tuja. Shumë faleminderit edhe juve, uroj që të vim prap me çmime të tjera, me nxënëse të Patjetër, tjerë. gjithmonë. Ashtu që faleminderit edhe juve për përkrahjen. Faleminderit edhe juve edhe njëherë jeni të mirë se ardhur gjithmonë.